Golden Tower, 17 katëshi i parë në Putujev, një projekt unik nga Leon Holding. Shitja ka filluar, vetëm 30% pjesëmarrje fillestare, ndërsa pjesa tjetër mund të paguhet deri në 30 muaj me këste, pa kamata dhe pa taksa administrative. Leon Holding, Golden Tower, një hap për para. Princesa Event, sallë e re, moderne dhe mahnitse. Dritat, dekori, eleganca, me vetëm një prekje, kulmi hapet, duke kthyer sallën në një festë nën yje. Kjo nuk është thjesht një dasmë, është përvoja Princesa Event. Komandir, deshna me të pyet diçka. Ky besimi i madh në Nikon, mos është pështrim për neve? Për kam për neve. Për mu? Jo kallëzom në që është puna. Po i nonën të kallëzova dhe adi qa bo. Puna na gjyllë. Qashtu që është ka kallëzua dhe i kuna, ju një është po me një djallë. Ta po kami. Ratë ko qysh po kallëzën po është pravi junak. Trim një malë. Po valloj, shqiptojnë me fjallë të buta në zemështin. Luftonaj. Bele ma shumë lufton për të hujnë se për të vetin. Bashko plagusa? Po pse nja? Jo vëlla kur gjo nuk di. Belas nuk pasa një që u plagus. A qka i tash? Shko. Se përsho që po tu të shpemi. Do më kallëzuve. Se la prej aty në qika po vetë ma shumë për radiolin. Shko, se më paskoj i mirë të kështë gjithë në nuse më të. Dhe sa, bëll mire ki. Se pas se Gjafer ka thonë, ku është rrem pa martu. Po është sikur një kru që nuk qetë uj. Pa frumi e flasu me ta, bas pa morën vesh për një sen. Pa i s'pa di bre sa të re. Qysh ta mërmenja. Hajde po shkojmë ish. Ja valla ja diçka. Nuk pa afruam. Ti djali kujna je? Jam i bejkës, pse? Po a? Kujtova je djali poslanik Gjaferit. Jo nuk jam i ti. Alla mëri kru. Kum pa trimnin e një burri që i ka hije fjalla, pa dhe deke se thët pjaqë. Bile pasi Gjafer ka thonë, rru ju kur t'levda një bangjia. Se ose e ko me sherë, ose me interes. Mare, ka gjë fjallë të rana i pas këti? Falënires për këtë fjallë, po nuk më përqen lavdi nërsi. Sa dre. Ko me të kallëzu diqka. Vesh me maja fjallën se e manë vesh për veti. Krejt po më thonë e du si mutër, ama jo për monim sa për meje. Po jo, bre Feride, to janë dë punë që ty alo nuk do shme i ditë. Sa të rritesh edhe pak i merr vesh. Ani për çka e ardhë, bro? Unë e sen s'kum bo, as nuk kam punë me juve. Burgi, kjo është djalli poslanik Gjaferit. Nuk jam i poslanikut, jam i bejkës. A peshe baban, nuk ka djali poslanikut kë. Ka pe lidhja syte hajdecu. Pse mëre me mlidh, sen s'kum bo. Raher, qka pas ke dolë këni? Herë dhe më të papa, me ton drejtën jo me të pak si kesh, po jam që shlio me dalë. E po që ata, do të me punu njëri me men, e me kujtu të mëramen. Djem, radhë kuj kish njësë ushtore gjanar me pëshu bashka. Ka e more vesh o kapitan? Vetë sa i shkon lojmë se i kish kaldu alitit. E që shë morën vesh gjanart ku jem në? Ta shisujna fjallë kacakve, e ndrujna me bashka. Moni me vro shlirë. Bashkët nuk më këthy kur i gjallë të jo. Për krejt ato të këqia që i ka bo. Mo burgi, edhe njerë po të thëmë. Ky djallë është pike dot për Gjaferin. Kallëzoje qka e për e tradhtorin edhe ato që punën me mësime të radhkët. O ti oficeri shqiptar, nuk jo patu mbësh me boksi lojna me neve. Po dojnë me dalë fjallë të Orikanit. Në këtë punë ka ndorë Burgia edhe Bobani.
Niko, çka po bëjmë? Qysh për e shoh puna do më bësh shumë keq. Niko, na po son rrethu. Po dorëzohem. Ja, s'bëm më dorëzu kur qysh. Pritni ne, mos u gutni. Burgia, nuk ka asnjë lajm pe kashakve. Ani mëre, presëm na. Kur gjo për gut nuk e ki. Mëre zgjidh mi dur të heq ma këtë qalë pisyve. Tros mëre qato. Vën ki me po dilin ti. Burgia, unë vazhdoj me menu që kena bosh shumë gabim me këtë djalin. Kjo ka me ndiku kes të poslaniku ka shi dërzhavës. Punë e madhe fort. Unë nuk mërzitna për asnjë mirin këtë but. Boban, unë për mi mëri qëllimet e mija, nuk I një as fëmin e mi. E lema për një djallë kopil si ky. Ku shite mëre që po më thua ashtë? Unë që jam kopil. E kom pos nane që më ka dek. E bobe që ma kini vro. E morë vesh tash kush jam unë? Mëre kopili Gjaferit. Bojnice! Dođi. Jel bojnice? A u lajmëru Niko? Jo, komande. Burgia me bobonin, ku janë? Diçka kanë full mes veti. Masanet e dytë bashkë kanë dollë prej burrit stanicës. Ashtu, a? Ma ka morë menja që burgis nuk kam I pëlqy hiç që e angazhova Nikon. Ama ky është një mësim I mirë për ta, ku me di tash çka I paska pjell menja burgis. Amuj, që shdo puna? Kina shtin rreth ushtore gjanar, nuk ishin shumë, jo. Mirë fort. Do të mirë që u fjallë aty në mos me luj për vendi, se për ndryshe bëhet puna keq. Jo mërë spjeqojnë fjallë, hes po pivrasëm tonë, që për na vynë? Jo mu, ja. Ti po harën që ka dhe shqiptar atë. Ma mirë është mirë që u fjallë aty në që kanë zonë molin, le të lëshojnë djallin e na e lëshojnë mushtarë të gjanat. Ani po shkojnë për lidhën, pra? Ua muj, vesh mirë që u fjallë mi u kalzu që jenë të rrethumë, për thamë. Nuk është ka laj mi lidhë zi so vetë për I here. Aha. Ani për tha mukës, pra, le shkollet ju që fjallë për malin. Po. Rite? Ku I bre baba Gjafer? Çka po bën këtë çika? E për smollin, hala nuk o këthy. Hajdo së këthy, ha? Jo, baba. Del për kësi për vlaun tem, se më bo shumë rak për to. E ka me lyp që ka jamat, ka kalzu, ka u shku? Jo, baba. Kur gjas ka kalzo? Me gjithë qka I di, se po pëshidh ma të qika. Me cilat qika? Me Dalinen edhe Lumen. Preqer Dalinat e honi mu interesu për ta. O ju ushtare gjanar të krojlit, ta dini si një të rëthum. Në koftë se tani me pështu, thuni aty në shokve t'juv, le të lëshojnë djallin e bekës, malin. Për nëryshe, zarë si muni mi pështu plumit unë. O Niko, kush është e djali që e pas këmzane, kush mune me kanë ata? A djali është mali, 10 ani më të vjeç. Me siguri I ratko me burgin, veç ata din me boksën pun të ligë. Mas miri, na më dërzu të kashakt. Nuk e kemi kollaj as më dërzu. Në ngjesin emrin tradhtar, edhe akmerën të ata ushtarët shqiptarë që janë stanicë. Ani po thu me luftua? Po provojmë të muj shumë marrë vesh me kashakt. Edhe mos harroni se I kem gjanartë me vetë. Ne jam përshkajt ata, pro, se në aty nesë u zo besë. Mare nuk për njën për gjallin o ata ushtarë, që a bo me ta, tybe veç nuk për na jep shenja kapedone, se një me herë këtë që më kaldu qepin. Bash mire kidem, mare ju ka shërdu pipa diska.
Mas jënë të menu me bo diçka që nuk duhet me bo. Kjo faqetësie nuk më pëlqen. Duhet me pas kujdes mu nuk vërë me na ikë. Në këpse nuk e lëshojnë molin të i pos në ndër ata, atëherë ata kanë me menu me bo ndërrim me bashkën. Sholla nuk e gabon ai loj Gjaferi për molin se. Jo mërë qëfar, nuk besoj kur. Aja gati tyne është, amo nuk më mërmenja që është të najë jetën e molit rrezek. Bile ndash me ditë më mërmenja që Gjaferi nuk e din hiç këtë punë. Hysem, që shpesheve vetë punë për sjellë këza shumë. Po, a mund është ti me shku të ata gjanarë që e kanë marrë djalin, e me ja thonë që të fjallë që ti thash ty? Edhe pse është këgja me rrezik, se mundën me kujtu që unë e punoj për juve. Po, për me pështu atë djalin për shkaj. Shko se ai djali është jetim. Edhe kallëzoj atyne që janë të rrethun gjanare ushtarë. Nëse nuk e lëshojnë djalin e bekës molin, s'kem qare pa evro. U bo, për shkaj, inshallah hajrë. Shko. Vajt, ku po shko kas herët që kem qenë mu? Basesman, jam të mshej honën se që është të shpuna. Punën e kje këtu në hënë, rrisë s'mun është me një mua kurzo. Për shka ki fjallin, ku jam një mu? Molit bekës, edhe s'po dijet kush edhe për shka kanë morë. Ja, për mori, nuk po disha kur gjo. Ta është po deka mu shashtris basi Gjafer. Jo, më rësmerzit e taj, që shpo kujtot ti për to. Besa merzitet edhe fart, ata thmi i ko si mi posë vlad, veç mu më dërë më shumë, ani ata. Unë njëve që ka qakt i këshin rëthu do ushtore gjanar, atë të moli. Ato kishë edhe ushtore shqiptar, bile njënën e kam shëst mirë. Trus mëre, trus ti, s'far shoqit ti ata që shkojnë me luftu me koçak. Basesman, mos ma qelguje me full se as ti nuk i e qa që i hojrit, ja? Ata atje nuk kanë qare pa shku. E ti me rrugën e punën për qef skrollit. Shtire mëre lapacën, e mos gjuj ma shumë, ti kishe po m'kallzo muë, edhe kishe më ju një mu atyne, kerdhelja kese. Ja, me një mu nuk moj kur gjo. Më do shta mi thonë basi Gjafer, nashta mu në dhe bëaj diqka. Ani pro, di honin qelë, unë po rri këtu deri sa të theshti. Po thumë me të lonë për vetën hana? Se ha po tutër si po djedha? Ja, nuk po tutna. A mu basi Gjafer ka thonë, besnik banu e bes më së nëzanë. Vala, bëll dilinzi po bohësh. Es more shko, se nuk zhytna une për një kil kryp e një shish gaz. Ani pro po shkej. Amo, basi Gjafer ka thonë, njeri këritet me pak, se më shumë nuk lonë halku. Shkuan. Do me thonë në vit, kështu e në punë. Ratko, sluqaj, unë e që shmura vesh. Gjanart edhe ushtart jenë të rrethun brej kaqak. Edhe ato në qo se janë gjallë dhe i tash. Edhe diçka. Burgia me babanin e kanë marrë peng të orën e Gjaferit. Po lypen me ndruhe e bashka. Qka është kjo hajgare o në vit? Kysh guxojnë ata me vepru pa urnën tem? Qka po menojnë ata me ndru një fmi me bashkan? A din për e djalli kujt është taj? Pa i da bërgove mire, s'ka të keqe kur gjë se mujnë me pështu bashkë. Në vit,
du me ta bo një pyetje. A ma mirë me uvro bashka, a me uvro disa ushtare xanar? Mu më interesan bashka edhe jetra e bashkas. Çka bonën ata tjerë, ata mund më vrojnë me vetë. Ne, Novic, gabim je. E para, ata nuk janë veç ushtarë shqiptarë, po ka dhe xanar serb. Edhe e dyta, ku e din ti që ata vranë me zveti? Ata ushtarë mujnë me dezertu e me ju bashku kaçakve. Kështu se pas ta menua. Çfarë plani kine, qysh për jamën? Po shkejve adin malë, pe këshyri që ka mojnë me bo. Dobro, s'ra qëm diput, program morë. Mujtë me di sa veta ishin. Nuk janë ma shumë se 5-6 veta, mo. Po që ditin që shpo bojnë zamëre. A përshë si Gjaferi pas ka pas di diçka. Veç për punën e malit zbesoj që ka di gjë. U ati pat poruçniku shqiptar! Se më radion ne po në këtë luj. Qysh më për me i mri do qëllimet juve të pushtra me mor pek një thmi. O Niko, për çfarë fëmije po folën se nuk të marrë vesh kur gjë. Këtu shka bo diçka që asun s'jam të e ditë. Për çfarë fëmije e keni fjallën? Unë jam interesu me fol me juve. Me gjetë një udhë se qysh me lëshu bashkën. Tjetër qëllim nuk kemi. Ama veç du me fol 4 sy. Fort mirë ju thë, Niko. Anin go mërë që po thët, shë bashkën. Më rani ju e tjetërën që ka tha. Po doj me full me ty në 4 sy, ak nej tjetër e non me bokur, tha. Jo mëre nuk jem që me fol, mo. Kur ata shokët e juve të shojnë djallën e bekës malin, na ju të shojmë juve. Edhe po ju të shojmë vetë se do pe juve i një shqiptar. E bashko metët e na. O Niko, e qka është puna e këti malit, bre? Qka është puna e malit? Në kufë se duhet edhe jetën e jepi për të. Qka e të thonë, bre? Qka nive? A i ka bo shumë për mu edhe unë jemi gatë shumë e bo për të. Na nuk jemi të ditë kur gjo qka po thoni ju. Pra, ose na leni me të mirë me u largu prej këtu, ose na dim edhe me luftu. Se nuk e kemi njetë me u dorzu ka qkolaj. Adil, nuk bën kur qysh na me luftu me zveti. E po bolo bomo, nuk muj me najtë këtu si huta. E pra ma si ka këtë kastrim, a? Provani mu largu, bro! Ju ma mirë që një fjallë aty në shokve që janë të e majtë malin. E lëshojnë malin pështani edhe ju. Ja për ndryshe kam ju zotë të erri qëtu. Ose nashta ma ketë se të erri. O, zdravo, majstëri. Boga mi ti po i veliki majstër. Slušaj, për pak po harën. Mos po bjen ka qajo ullanej. Se që ullanej në vitë? Boga mi, mos po keshe nuk po di kur gjo. Ama, unë po kalzën, po bën qajo vakia. Po luftëm kaçak, vojnik, me gjanër. Nuk ka marrë në punë me ta? Dobro, unë veç po kalzën ty. Ata e kam punë të veta, e unë i kam të loshet e mija. Majstëri, mos po harën që unë e ty po një mirë. Ama, mos po keshe nuk po i intereson qaja puna hiq. Disa në vicë, këza shpesh po më gjume do t'jallë. Unë e po të kalzaj që nuk mirëna me të sene. Nëse ki punë një shtri s'kalzëm, për tjetër se nuk di. Dobro, ti si gazda, ti znash. Ti po je zot një, edhe po din. Hajde dita mira. Hamet!
O Hamit! Hamit! Hajde rom halikuft. Qka ka se nuk po dukesh diçka mirë. Heqa kam. Mora veç që molin e bekës e kesh mor penga i burgia. Qysh mërë burgia? Po qka po dëshin me bo me atë sabi? Po lëp ke peka qakve me lëshu bashkan. Do në me thonë me ndru me molin. Po ashtë qaj bashko që e ka vra djallin e ukës. Po vëlla bash qaj. Ani, qka moj me bo në rom? Për këtë punë është dhe Gjaferi. Edhe na e kem gjoku ta djallë bre, Hamit. Gjaferi ka pas nga mi more mi mojtë. Tash let meret me to. Që besa tjetë e moli shbo edhe tjetra. Halikuft? Do gjanare dhe do shtor ishin shku me nëzirë beje gjip bashkan. E ishin rom prit kachakve, ko kanë met në rreth. Përzët e qafën e thefshin dy partë. Pse, ama s'po luftojnë për djallë të ama? Kachakt pu. Kachakt po luftojnë për mu, për ty, për djallë tonin edhe për kitë ven. Bash me gjanar ishin edhe do shtar shqiptar. Rezik mu vron mes veti. Kune kështë atje? Përze, hajli kuft, se bash luko ka bo puna. Eca Hamit, veç ta është kalzaj. Bob, qa deshti bacirom? Që shtu më i bi kur bon është ushtari huj, ushtari kralit. Qojnë me luftu me kachak, kunder vlaz në këtu. Po e tash, qa mundet më bo? Më vron me zveti, qa ka më bon? Ata ma mirë është dasht me dal kachak, se sa më bo ushtari hasmit. Po nashta e kanë morë me zërë, Bob. Shike, kishe për di diska. Hajt tash se na nuk kem pun me ta. Nika, ama në ruje veten. Për ty edhe për mu, ruje dhe shokt. Ec mërë shka kry pun tua. Qa e këqit të si hun? Ratko s'ko ka këto. Ama si shpesh pa i bojnë vaki që të lujna me thmit e mi. Jeta me punë. Çfarë punë kiti me neve? Ju kanë qu fjallë kachak, për mes njëni që onë e një. Ose shën e djallin, ose për ndryshe kena me i vra ushtare gjanar që i keni nisë për bashkën. I kemi rrethu e nuk kanë shans me pështu. Boban, Apenin që po dhe të seni. Qysh po na kërsnuj. Na kanë shti frikën polës. Mos kesh, burgi, mos kesh. Puna se cilën herë po bëhet veç ma keq. O, nuk e di pse merrna me tyne, o butak. Pisen, qa ju fjolla ty në banditave thujë? Djali nuk liruhet pa u liru bashka. Burgia, a pe kupton që gjanart e ushtarët jenë të rrethum? Nuk është veç jeta e bashkës në rrezik, po edhe e tyne. Boban, kryte e bashkës vlen ma shumë se krejt atyne gjanarve e ushtarëve coftina. Edhe ashtu shumica atyne janë shqiptare. Apo mos po të bëdhimen ty. Mirë, po ju ka dhe i kachakve pra. Bënit fola kapetan Ramizit me shuk. Po ju ka thot djali i Bekës, Moli. Mos gaboni me lëshu bashkën. Sa e ka vron shukën tem, agimin. Pa pos pik foje. Bëre ti shqiptar qish i vogël. A mos po don me ta dhonë edhe një flakaresh në zet.
Hysen, esti, ec e më sup ku ma shumë. Hajt. Bashkë që ata gjanare, kaçak, ishin konquzat e të ma dytë me ta. Po del që fjallë të Gjaferit ishin konsahi. Ama, që shumë obre sa dre mali me ranë dorë tyne, edhe merë me men, ata tash të lyp me nru bashkon me malin. Pu, fare flis bre dresi pa i hangën më se lashtë. E po, për janë mikit pushtër, nuk pritet që të sen. Po tash, shka për të mërmenja, që du me abonse. Dhe sa nuk po di aso nëse farë të pështilë puna. Shka për të mërmenja, me shkua me që zonë dhejë në ratkut. E mi ne që ty në bërë stanisës ditar të shujnë djallin. Ha? Po i na po shkojmë bre sa dre. Po shkojmë, po ata me siguri kanë më na thonë neve, ju nuk e keni kur gjatë djallin. Nashta ma mirë u konë më konë me neve, Rama e, Hamitje. S'pa thu, me konë Gjaferi, ati në du të me interesu ma shumë të se neve. Që po vje Rama? Bura, po më mërmenja dhe ju pas ke morë vesh që ka po bo tani ka moli. Po vëlla Ram, kena morë vesh, po s'pa dim që ka me bon, s'pa dim që shmujna me ju një mund. Gjaferi i shku të stanica. Shtu ha? A ne hajde po shkojmë edhe na pra. Po vëlla po shkojmë, tjetër urë nuk kemi. Qika jam e mira. Feride. Skoj zemrën e të shro. Moli vjen apet kismet. Inshallah vjen ai të rau. Sen të shatë lojë kam. Amo, edhe aty qika ti kanë foje, që pështin me shku që atje. Dalina edhe Lumia. Ti kush me t'nim të folja ashtu për ato qikat. A di sa shumë dojnë ato ty. Feride? Qa ki qika janë? Po koj për mondje. Po mos u bo marak, se ka me gjetë burrat kisme. Edhe unë e balë bi thamë, po. Jo, tash kjo rritë e din që s'du t'me kojtë. Pa diqka, hajde me mua janë qikat, atë e knaqë është të bolla. Jo, vëlla, në po vi, se edhe të qikat i kanë fojet. Dalina, Ajkuna, Besa dhe Lumia. Rob, a ti në gjohë për qa po flet qika? Ose është i për të modhe se është e mërzetshme. Moli ka me ordë kismet. Po më vje keq. Mos është pak bën me tar keq. Ashtu e kom posë urdhin. Nuk kom posë qore pas bot. Urdhin, a? Mirë shumë. Edhe unë e pra e kam një urdhën për ty. Nuk kam qore pas batu. Po më hënë më së më vroj. Jo, nuk drastash. Nuk ve bëj as si po m'lutesh, e as si po m'dhimesh. Plumbi është i las për ty. Po ti e meriton një dejt ndryshe. Sa për tash është bëllë. Dalin, mos vabre kështu.
Edhe na ko gjë dhe faje kina. Çfarë foje kena na? Kur gjë s'kena bo? I tham djali qush ko fol me Nikon, që ta shron do gjanarve. Qa me bona kur ata që janë merren me fmi? Se me ata trimat mal nuk guxojnë. Edhe na du të me bo diçka i kun. Po qka mujna me bona bre Dalin? Jena dy femna, pa fuqeshme. Vallaj bre veni nuk më zë. Edhe bone e gjatë malin diçka e keqe, nuk ja fali vetës kur. Dalin një tunë që dit. Ti e kona e që ke gjitë fjallë me na e forcë njëve. Qa o bokshte me ty? E shkopaj. Malin e kam si muje në ku. U poslanik. E mjeshtër, kja fjolla poslanik po ma gryn trunin për ditë ma shumë. Pse ashtu? Trollt janë ata që e kanë potën me kon poslanik. Edhe dishta me të veti qka. Në vicin e takova ma herët. E më tha që kish bova ki diqka të mali. Mos dindi diqka? Për që ta është dorë me kon poslanik. Se pora, do të me morë vesh gjithë shka. E dyta do të mi zgjidha tu, mi u dho që vop. Pse a fort të pështjel puna? Besa po. Kesh të rotë Konstanic. Po nuk i shkon aty. Edhe krejt këtë pështjelim, e ka buaj burgia. Ani me kanë, me djoll të amin. Po me në djoll bekës. O mjeshtër, i jam e ostaj që sa është të humër bukton. Qka ka bo me mali se s'ma marrë verë? A i mjeshtër poshtë zote. Veç që kjo punë ka met me të kalzu ty. Me revesh vetë. Ditën e mire bafsh. Jo, fek, jo, nuk ban më gut. Qatë në thëtë kapedoni, në qashtë të dhëtë me bon. Jo, bre. U ka në po këthy hala. Jo, bre. Që po thu, a mi kalcu po të fek që e ka djallin në shtorë. Love, në është ta ma mirë mësë mi po zoni, jare. E shka nëse djalli ti është me qëta ushtarët atje? Nuk e besoj, amo gjithë shka mundet me ndodhë. Tash po dihet që burgia na ka bë këtë kurth. Ma deli na me si pyka në les. As nuk mundu më tërzu, e as me ik, e as me luftu. Unë po çudit na pse po na majnë as anaj as knaj. As nuk po dojnë me luftu me neve, as nuk po na lajnë mu largu. Krejt puna është e mali. Në kofë se elshon burgia, atër edhe neve në alshuj me ecë. Bre Niko. Dy dëshira i pata veç, po kom dronë nuk dojnë më bo as njana. Me e kry ushtrinj me vakt, edhe me gjetë babën tem. Veç me pa që shykeshet ftyra kur të më shehmu. Adil, po lypi më zatit me kaqak, nashta ka ndru mene. Qa bërë kështu nuk lujtë sot për shka hone. Ka e ka shu të stanica. Po dale dhe unë mëre, u mërzit atë nejtë. Del ba se s'man del, se nuk dhije që ka bëhat. Po të nëzan farfije. Sa po kujto që po të utna? Jo, bre fajk, ashtë i fort që mune. E për ashtë po, a mu për zemër nuk e di që me thonë. Se pasi Gjafer ka thonë, pa u pravu, nuk në gjihet rimi. Fajk, ku ka lyp puna edhe trimni kumbo. Po, ta kom një edhe kongen që besa. Pa hajt, qëfar kongen? Me dërgjavën kur ka liftue, e vetës moni si drangue. Shuj mërë se po t'nje kush, se unë si do tjerë që ka qef mu liftue. Unë e fajk i kryj punt edhe s'do krashu. Po e di, ti e si uri. Se pasi Gjafer ka thonë, janë të njerës, shkelin e përhi e fërkem nuk ju duken. E depsës, mëre depsës. Nuk je faj ti, po unë e kom faj që i loj me ty.
Momci, mendoj që ju gjeta. Çka ke bo kështu burgja? Ato që është doshme po. Komandir, unë se kum pëlqy hiç si ide. Ama ky ka punu si mas menës vet. Ti asnjëherë nuk pajtohesh me menimet edhe planet e mia baban. Mirë bre burgia. Çka po do me mri me këtë djalin e vogël? Ato që nuk e mujt me mri ti me atë nikën tënë. E me shumë gjanare ushtar. E din ti që është djali i poslanikut. Kto ja kum thonë edhe unë, po bogamim kini ludh me këtë djalin e poslanikut. Komandir, unë për interesat kralevines tonë nuk dhimen as fëmija e mi. Bile 5 pare nuk i jepi për me mri një qëllim madhur. Mirë. Cile o plani ju ti mençëm pro? E po ta di se planin tem ma prishe ti, komandir. Se ma ti e kisha kry këtë punë. Pse kë? Po kë nuk u ka me neve? Se ka nis një aksion me një njerit pa shkoll e pa përvoj. E qa është me e keqja? Me një shqiptar. Qa ta mërmenja ty, se ata luftojnë kundra vllaznive të veta? Jo, komandir. Tash banditat na kanë qu fjallë. Ose lirën e djalin, ose na nuk i lirojmë gjanart e ushtarët e jo. Po mirë pro, qashtu edhe po bojmë. Nuk rrezikohet jeta gjithë aty në njerëzve për një pilis të vogël. Po i ndrojmë. Kur jo? Na këtu jena për me pështu bashkën, e ju atë farmikun. Burgia. Unë e kom një plan tjetër, komandir. Ti të në kohën bën plane, ama kur nuk i rezultate. Kërkush nuk e lypi menimin të në baban. Mos harro se bashkë kena nis për këtë. Baban, leje të kallzon planin e ti. Qysh ke menu burgia? Na du të mi sulmu ka qak. Qysh mëre mi sulmu na? Po ta mujnë mi vron njerëzit tonë. O prit bre! Komandir, ne i sulmujmë ka qak, ata kujtojnë që i ka sulmu Niko. Edhe ja nisin luftojnë shqiptarët me zveti. Ama aty ka xhanar serb? Kryesori është më vro shqiptarët me zveti. E pse vrohet na i xhanari juni ato këtu, nuk ka shumë rëndësi. Me rëndësi është ne me realizu planin tunë, me nxjerr bashkën për aty. Unë po menoj që kjo punë është me rrezik të madh. Ti je larg frundet, komandir. Nuk ka kurfar rreziku për ty. Edhe tjetra, pa rreziku nuk ka kur sukses. E uk, qëfar habire është në ke pru? Qia ka me? A përshojnë molin? Jo. Pesa asë që kanë dosh me bo lafat për punë. Se qka kanë thonë? Në kohë që elshon një bashkën, ata elshojnë molin. Për nëryshe, për ushtare gjanar, asë që këshin dosh me një, me bo laf për punë heqë. Në sigurit e këta ushtarët ko kanë shumica shqiptarë. Po pra, qëllimi i tyne është me nashti me luftu me vrona me zojte. E përsa ta dhe nuk kanë dhim për ta hiq. Baciamit? O Baciamit? A i kësajde? Që po dan? Hajde ti djallë, qka po dan? E posh Bacim Ron në udhe. E më thanë ko se mundesh me shku me kalzu Hamiti që po shkej të stanisa. Qka po më interesë mu ka shka Roma? Punë e modhe. Unë veç po ta me të kalzu që jam përësit i Basiron. Se dhe unë po shkej atje. Qa ka bomër atje që tonë po shkujnë? Sakt nuk e di, veç diçka për molin. E ai më tha me të kalzu dhe ty. Ditën e mirë e bashkë. Ditën e mirë. Lume? Qa u bon? Sa herë po thirë dikush, ti po nga këtë të dyrt. Jo, bo, po qëllohet që sa dhe ka o bore, thasht të këshu i qa u bo. Apo më kalzan, per kon po ki qefti me dit mas shumë ti. E nga të përmen molin e baci bek, që ta dhe u bo në marak. Veç për molin, apo edhe për dikon tjetër, se ko qa shumë po interesu është diçka. Jo, la bo, për kërkan tjetër. Besa edhe për vlon që për ma këput shpirtin sa për mbjen men. Për dikon tjetër ju, a? Po nuk bëj kur gjë që të këri ty, o bo. Bën të mort menja, veç ti e din fort mirë se qa bëhet masanej.
Burra, a dini s'ka? Unë po ngjit na deri në mal. Musha mu afru të kaçak edhe me pas ka po bëhet. Fort mirë po bëj ke Mehmet. Mirë tu pas ka kujtu. Nërsa dhe merr vesh ndaj sen. Po edhe nërsa mund edhe me ju një mumma, ju gjinësh. Unë edhe Sadria po shkojmë dhe te Rotku. E inshallah po gjinë trenë kësaj pune. Inshallah më rërom. Veç vallahi ball fort i shpëthill puna. Ty të kuhtu dhe hojrit e të primë se mora, Mehmet. Inshallah na prinë mora tonë. Se lami bën aty në trima për meje. Edhe thuje bashkë nuk ban me shukur qysh. Baban, unë po menoj që është mirë me qu djallin stanic. E moj më shel një ersat. Se me qu në stanic, komandir. Pa i na duhet këtë si garanci për neve. Qysh me abo, komandir? Para se me vepru, është mirë me mendu. Gjdo hap i gabum, mënët me konë fatal për njerëzit tonë. O, njerëzit tonë janë të rrëthum të e moli atje. Po na po afruhme dhe pak, e pi gjym kaçak. Kur kërset pushka, nuk e ngjemo as qanit zotë. Ata që e kanë fatin për njerëzve tonë mu vra, binë dëshmor për kralevinën tonë. E po, mas jo bo puna kështu, e vendimet po i merë burgia që shpo dënë kë. Po nuk bohna penges. Jo vazhdoni, pa mu. Komandir, ama përvoja jote na kish një mu shumë. Leje, baban, leje. Leje dhe të shkan. Se ky menon që gjithë mund ka drejt, ama kësaj radhe nuk ka. E masi s'pana një mën, atër mirë që s'pana pengan. Ka po shkoj me këtë qika. Ja, sa nuk ja ka vrej puna heq. Nuk kam qka rimo. Po ejtë. Po vërnek, po gjyshje? Unë është me më thirë edhe s'mon, ama po vërnek po më knosh veshin ma shumë. E di, për që ta dhe thash. Qka po banë sa ti? Po dolla dolla dhe s'fosil në sajtë, po rrigjë. Deri që tash, pos ty se njerit lem, pos kom. Kërit kanë shku të stanica. Se sa ka atje? Nuk e di vish kërit kanë shku. Ke ka ke? Kesh në hën të fajiku. Po qysh more nuk kërë njëri lem mjasel bile berën e honet. Po edhim pse o përnik? Aha, pa kalzom ty se s'mo di une. Se këj që me të ka shtu zullumin. Jo që nuk pëjlen rahat të rritin. Po? Po i del punë edhe me fmi. E kjo nuk është i rapor. Valla për besim, se di ju pëse pa në kohëni, se mua kush për mua qes. Jo, valla, ty kërkosh nuk mundës. Tha di edhe anë. Kapetan, aj po të përës një kur shqiptar, po lip mu taku me mujen. Shehe. Qka pas ka me full e me mujen atë kalzaj? Ta po du me full veç me ta. Po shkoj për unë e kapetan. Muj, unë nuk jam t'i besu këti va djalli. Po du bre veç mja po ftyrë njëherë. Mirë muj veç kujdes. Halet, hajde thuj të lugu kusht, veç pa pushk. Edhe ta di shtuj se boni ke far lëja far kur, dhe kena me vro krejt. As një nuk e lëshim gjallë. U bo kapetan. Gjafer? Ka ja keni mësi kështu o burë? Po shkoj me full me Rotkun, për molin. Nuk keni qka me lip. Nuk kish kërkush aty. Veç do shtora dë gjanar. As nuk ish Rotku, as Burgia, as Baboni. Dresh që nuk e di qka u të bo. Wallahi, bëll kesh u bo, Sa dre. E kesja bon qysh ja qenë njeri udhën. Nuk jam ka të marrë vesh, Gjafer.
Këllahi një farmene më se ke poslaf me najkon. Për do fjallë që ti kom kalzu për ka qakt. Qysh? Ani pse ma kanë morë pro djolin? Gjafer, e ti që e mërzit për molin, ama po më mërmenja po gutesh pak. Tirom, re para kire, mu su përzi. Gjafer, kum dit për burë pak ma të pjekun. Kum menu që i plesnën sen pak ma hëll. Nuk ta kanë morë djolin ty, se nryshe kështë full. Pra, po dujnë me dollë sahi ato fjallë që po fullin për katun. Për ty dhe për Mehmetin. Gjafer, e të prove që tash. Jo, nuk e të prove aron hesh. Po diçka du me thonë, ty bile sa du me thonë. Në koftë se ma gjona i sen djolin tem. Dije se më ki bërsh ka gja shumë. Nashta një gjak bërsh ma ki. Edhe në ty pa të thëmë pra diçka. Bash pushka tërp të bëmë. Se për këtë punë unë s'kam as hak asile. Po, qështu është kur s'kish ka i bënd golit, e më shesa morit. Do të rob? Oj, do të rob? Qika, Gjerenika, qka po bani? Pa e klebre këtu hajgore pa kry, po kalzën akona e sen trej. Ja ty be, kur gjo. Veç vet i ri. Mos ja të probre faj ku kalzona që po bërë. Ka dalë mare më zbetet ne. Jëm vetë unë kalzua. Hajbre se valoj prej që ja ke njës me punu të Gjaferi, krejtje dalla shqil t'i shka. Edhe ko Gjafer t'u ka rrit menja. Pa thu Dalina, e valoj, nuk ka puna mje. Se pas që Gjafer ka thonë, menja mollë të thënë qofën. Jem bre këqyra ana gjyllë që atë e thera se përna vynë t'i shka. Që me njëhe? Veç pa thu Dalin, fulla pa lidhja. O fajek, jem bre mrena se si jena këtu për hajgore. Valla bre për bajat është të njerë, hiq nuk të duhet. Ti e muja, apo? Unë e jo muja. Shëq i kapetan Ramizit. Po ti kush i mërë për të borusnik i krojlit si fletë Shqip? Unë jam Niko, shqiptar jam, si kur ti. Shqiptar, e ku më ndin emnin ti mu? Mali më ka kalzu, ka thonë që t'ka shok të mirë. Rënd të mirë pas ke maru. Isholla se kënisht një djallin me full me zërë. Jo be muj se s'jam asë njeri. Ti që e manë veshun këtë uniforme dhe ja ban lepe e peqe krajlit. Nuk je kur gjo tjetër pësar gati mirë i tyne. Jo muj, nuk është ashtu. Nejse. Këtu e marrë me full me ty, me kalzu shupuna. Ti ndash beso, e ndash ju. Hajde fol, që ki me kalzu. Valla mërë për të borusnik. Jetë s'ma mush menën diqka. Ti me nëjë qysh dush. Ama dije, këtu ku marrë në sheft pe gjanarve me full me ty. Vesh një shqiptare din. Mirë. Po flas njerë me kapetanin. Mirë, edhe na po të presëm për. Edhe një adije. Boni uni vesh një kriz për juve. As një atë gjallë s'kina mjëlla, edhe pse një shqiptar. Dije. Baban, tash nuk jemi lan. Gati ke mu afro burgi. Muj! A muj! Vajnice, zgjidhja sytë i lidhja gujën.
Po i kanë, apo dhe që po bëhat? Po prejësëm pak. Ku është oficerin një ka? Na duhet veç urna me zbatu. Kur gjë ma shumë. Ajek? A erdhe djoli jema? Erdha ka dal, erdha. Hajde. Një menon, a hulda dhe gjyja. Gurit e drunit i raft. Qysh more po mund flet ashtu? Të dyhet e zadeta dalinjen edhe ajkunen. Ishin dollë me lyp. Tha mos është të na. Ju mëre nuk u hupa ja? Moli. Për to sens po dihet. Krejt ka tuni na bo marak. Ty bella e ko faj këgjashëm. Nuk po më në zanë vend kërkun. Lej këto fjoll. Po ti shka po pret këto? Se nuk po del me lyp djolin. Ona? Ti dhe ti se kush? Ti dhe ti. I vogël nuk jetash. Me po qysh po kon feridja. O shpirtin të këput. Isha dolja dhe ën. A mu pasi Gjafer ka thonë. Bodolla maj madhë është aj që përzijen pun të uja. Qysh more pun e huj? Nuk është mali e huj. A ti sa të ngote kjena? Edhe jo dil ti, jo po dalune. Se Roma u shku të stanica. Edhe nuk të ka hije vishti me najtë të më dobi katune. Gënon, unë me dol dal. Veç boni u zatejta me gjanara që t'nik. Ta dish, ka me bon një test e vure. Qysh? Po pra, 2 dur janë për një kry, e një dek jena me vo. Mua sy një verë nuk mban për njerit lejmë. Jo, djoli jem, jo. Nuk po tham dil shko lufta. Se di shfartrimi i. Po veç thash dil lyp e malin. E ashtu po pro. Ani pro po shkaj. Veç pa i mu fibrit bëk. Se pas që Gjafer ka thonë, shpirti e nësonit është buka. Hajde, djoli nons, hajde. Hajde. Allah hili Ramiz, apo më një me ditë qysh është puna. Kur qysh Mehmet? Nuk po muj miron të jes na. Amo shtëllimi madh. Hajde muj. Pas Mehmet? Pas ke ardha? Pa erdha muj se nuk mujta më duru pa unë gjitë nalë, me ditë që po bëhet. Ka rreziku shumë Mehmet. Çka thaj po të përëshniku muj? Edhe ai shqiptar, pe njef ke këgja mirë malin. Tha jem pa disa herë me ta. Edhe ju lutë në tha mës në sulmani, se në kanë deturu me ardhë këtë. Muj, ti e këgja e rrymë. Ska po ta mërmenja, a mësë nga i ka i fartoni. Mu dëkë që kalëzaj drejt. Tha jam i interesu me boni marrëveshjet më sheft me juve. Marrëveshjet më sheft me gjanare o shtorë kralit, a? Kur i thash edhe unë e qështu, a i tha jo marrëveshje me shqiptarë. Për çfarë marrëveshje folke? Sa mujta me marrë vesh une, a i qëllimin e kishë qysh me nxirë bashkën. Këtu nuk ka pos nevoj me t'i thonë heqaj. Edhe na pedimi që ata përshtajnë orë këtu. Jo, besa djem. Kjo është punë që nuk bëhet. Nga, na duhet me kësyrë me bo diska për moli. Se për me lëshu bashkën, as që bëhet fjallë. Po, muj, a mujte me ditë bre qaj fardjalli qaj oficiri. Hajtish. Po kush e ka bejt të bacë? A mo pak para se mu do, bashkën tha duhet o gjallë o dekun. E për djallë të fekës, e vete. Po veç ma la përgjigjen si dyshimt. Nuk është me neve, tha. Nuk e kina marrë na. E kanë qu dikun tjetër. Jo, malë, bre. Po shna ke zonë kryt në gërshon. Se që vese a zotit, shpeti kisha kryje sopët me këta qena. Kapetan, edhe pekatuni keni të fala. Bashkën nuk ban kur qysh me lëshu. Jo, Mehmet, jo. As nuk e kem nërmen me lëshu. Amo edhe na jena met mes dy urve, bre. Të shumë qysh përshkan e sopi. Adil. He Niko, a mujtë me marrë vesh në isan? Po presum. Veç shudo ka ta nuk na besojnë neve. Besa nuk kanë faj që nuk na besojnë. Po presum njerë.
Adel, kam diçka të rëndësishme me folë me ty. Çka ashtu? Qysh ke thonë që e ka emrin baba jut? Fek. Pse? Do me thonë, ky ka vetë Adili, që për e lypin ata kaçakt. Fol dhe Niko mos më bën marak tash. Ajmuja, kaçako, veti tha mos e njeh një ushtar me emrin Adil. E pse çka po dojshin ata me mu? Ka me ta dhënë një lajm kësushëm. Baba jut Feka, ish gjallë dhe po t'lyp ke ty. E zoti madhe që ma gëzove zemrën këtë ditë ka qëtran. E apo thuash Sahia? Po Adil, si pas ati mujes, Feka du të me konë baba jut. Edhe ku ka kësajde, jo fort lartë nish. Amo, unë nuk gëzova mi kallzu për ty. E pse bre Niko nuk i ke kallzu? Po honër ma e madhe e jetës tem është me uzatet njëherë me babën. A mund është me thirë njëherë muja në mi kallzu për mu? Prit njerë Adil, të shumë, apo pështojmë gjalla jo. Dema për mervesh, po the që zemra po manin që kum djallin gjall edhe ofër dikun këtu. Baba që fek, keme gjithë djallin kismet, veset ka përçën gjike të lavi. Dem po thët veç me mujtë edhe herë mja po ftyrën, se mu kanë qarru sytë pe po. A ne prapë ja bojmë qashtë. Po bojmë marrëveshje që me jap trupin e dekun të bashkës, me kush me lëshu ata molin. Nëse e po shune, ajo u do ke me konë djalli pjekun. Nuk u do ke me konë dallavergji, heq. Ama në luft nuk ka mora, jo mujë. Armiku i përdor krejt metodat, veç qysh më të mujtë. E unë e përdroj ka hilen këtë punë. Muj, ha shko fol me to. U ku se dojnë me morë bashkën e dekun, muj me bo marrëveshje. Veç në qatë ku a e bjen molin. Adil, apo dëmë? Unë po du me shku të muja me thonë kallzëm ku e kom babën. Vetë se kem ku me kryti pa punë. Unë nuk dvete, shkoj. Une po të rëdnoj që me nejtë këtu. Është urdhën. Bob! Ku je? Qa ka bëhet kështu? As nas pa mundu me morë vesh kur gjo me met. Dem po thët zonë i djalli temke. Jo bre, ku me ditë kush. Bob! Nëse je dikun këtu afër edhe po mnin! Adili jam! Niko, që kjo është zoni babës tem, babës Fek. Jam të nëj me vesh edhe me zemër. Adel, ku po shkon? Që ku jam? Djali yt, Adili! E marë sa ti malë. Qa ka bëhet kështu? As nas pa mundu me morë vesh kur gjo me met. Baban. Bob! Që sa kohë jem të t'lyp?
Adil! 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 Bob, a ban halal që nuk u mujtë me gjetë më herët. E di jo, Bob. E di që më ke lypë. Po hasë mi në ndohë. Mos më Bob. E di që më ki veç mua. E sa shumë këm dashtë me jetu bashkë. O Bob. E sa shumë gjonat mira kom mëndu me bo me ty. Po sot Uh,